avancimit rus në frontin e betejës, i cili shpeshherë thuhet se ka qenë i shpejtë, e shpeshherë thuhet se ka qenë i ngadalt. Por nga ana tjetër, ky raport tregon gjithashtu edhe dhëna tronditse, pasi nëse bëjmë një krahasim shumë të shkurtër midis popullsisë së Rusisë dhe Ukrainës, sigurisht që të dhënat janë të ndryshme. Ndërkohë, tema kryesore sa i përket negociatave mes Rusisë, Ukrainës dhe përfshirjes Shteteve të Bashkuara të Amerikës është një ultimatum që sipas Financial Times i është dhënë pikërisht Kievit që të dorëzojë rajonin e Donbasit në rast se do donte vendosjen e një paqeje me Moskën. Por parashikimi më i fundit i Institutit për Studimet e Luftës me bazë në Washington ka treguar se Moskës do të duhet luftonte të paktën edhe për 18 muaj për marrjen e plotë të këtij rajoni, duke dëshmuar kështu përparimin e ngadalt të forcave të Vladimir Putin, të cilat duhet thënë se janë të ezauruara nga konflikti 4 vjeçar dhe gjithashtu po përballen me një mungesë taktike në frontin e betejës, me një luftë që po zhvillohet kryesisht nga dronët për shkak të mungesës së ushtarëve të trajnuar, të cilët, siç e thash, janë ezauruar, kanë humbur jetën, por nuk janë të aftë që të qëndrojnë ende në frontin e betejës. Raporti i Institutit për Studimet e Luftës thotë se të paktën deri në gusht të vitit 2027, forcat e Moskës nuk do të kenë mundësi që të marrin të plot rajonin e Donbasit. Kievi nga ana tjetër pas humbjes së rëndësishme të Pokrovskut për gjatë ditës të shkuar, ka fortifikuar kufijt në rajonin e Donetskut, i cili është kufiri më i fortifikuar aktualisht në botë sa i përket një konflikti global bazuar në të dhënat aktuale. Puna më e madhe po bëhet në Kostiantinivka, pikërisht në zonën të cilën unë po qarkoj me ngjyrën e verdhë për të ndryshuar dhe për të dhënë një qasje pak më të mirë në kufirin ku po zhvillohet aktualisht fronti i betejës. Gjithashtu fortifikime të rëndësishme ka pasur në Sloviansk, në Kramatorsk dhe në Druzhivka. E theksova pak më parë, është kufiri më i fortifikuar në botë me një gjatësi prej rreth 50 deri në 60 kilometra dhe shansi i fundit i Ukrainës që të mbrohet përballë Rusisë, pasi në aspektin taktik, pas përfundimit të këtij rajoni, e gjithë zona tjetër është një zonë fushore duke vështirësuar për Rusinë edhe betejën në këtë rajon për shkak të zonave kodrinore, moçalore, por gjithashtu edhe për shkak të faktorëve të tjerë strategjik, por edhe gjeografik. Ndërkohë, siç folëm për rëndësinë e Kostianivkës, do të ndalemi tek aleancat të cilat po mbështesin këtë konflikt, ndërsa Ukraina ka pasur aleancën perëndimore që ka qëndruar krahas saj për ta ndihmuar të mbrohet kundër Rusisë. Pekini ka treguar aleatët e tij besnik duke përfshirë këtu edhe Kinën.